Përshëndetje, mirëmëngjes nderuar kolegë deputet, shumë faleminderit për prezencën tuaj. Në një ditë shumë të rëndësishme ku kemi të njoftuar special drejtorin e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, zotin Artur Lorkovski. Faleminderit për prezencën tuaj. Dhe me një çështje po aq të rëndësishme, prezantimin e raportit të zbatimit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë për vitin 2025, që përcakton njëkohësisht një gur të rëndësishëm themeli në atë që është rrugtimi i Shqipërisë në këtë sektor drejt integrimit evropian, integrimit energjetik evropian. Sigurisht që për komisionin ton, ky është një raport i rëndësishëm në këtë fillim legislature, vendos tonin dhe theksim për gjithë punën që kemi përgjatë vitit korrent, edhe në aspekt pritshmërive që vetë Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës ka, në atë që do të vi shumë shpejt për diskutim dhe konsultim të ligjit të ri të energjisë, i cili ka një parafrim qartësi me parafrimin e akis komunitar, por për ne, si antar të këtij komisioni, nisja e diskutimit nga ky annual report 2025 është një nisje e mirë për të njohur edhe me termat, sepse jo të gjithë vim nga fusha energjetikës, por edhe me rezultatet, sikurse edhe me kërkesat që ka vetë komisioni ndaj Shqipërisë, ndaj ligjvënësit dhe këtij komisioni të veçantë. Unë pa humbur kohë dua posaçërisht t'ia fjalën shkurt të dy nënkryetarëve, në fillim zotit Himçi dhe më pas zotit Klosi për një fjalë të shkurtër përshëndese dhe më pas fjalën do ja kalaj zotit Lorkovski. Dhe në përfundim të fjalës së tij, çdo kolegë deputet është i hapur për të bërë pyetje dhe për të marrë komente sipas mundësisë. Shumë faleminderit. Zoti Himçi, fjala për ju. Faleminderit kryetare. Faleminderit zoti Lorkovski, zoti Asimi, të nderuar kolegë deputet. Sigurisht ky takim i prezantimit për vitin 2025 për sa i përket raportit është shumë interesant për neve, pasi sot energjia është një burim i cili mund të merret dhe të përthithet në gjitha format dhe mënyrat. Dhe sigurisht Shqipëria i plotson të gjitha kushtet për rritjen e kapaciteteve të prodhimit të energjisë në të gjitha format, qoftë formave të hidrocentralit, qoftë formave të prodhimit të energjisë diellore apo fotovoltaike, qoftë edhe ato të prodhimit nëpërmjet erës. Kështu që ne jemi shumë të interesuar, pasi do të thoja aspekti i prodhimit të energjisë, por njëkohësisht do të jetë i lidhur ngushtë edhe me pjesën e ruajtjes energjisë, qoftë edhe për shkak edhe të asaj që po zhvillohet sot në Europë, për shkak të rritjes eficiencës energjisë. Dhe nga ana tjetër do të ishte shumë e udhës, do të thoja, që lehtësimi i procedurave për rritjen e prodhimit të implanteve fotovoltaike, ndoshta nga ana e qeverisë, pse jo, por edhe të prodhimit nëpërmjet erës. Dhe besoj që sigurisht Shqipëria ka hyrë në këtë lloj faze të prodhimit të energjisë nëpërmjet implanteve fotovoltaike, por unë besoj që duhet të ketë një rritje akoma të mëtejshme, pasi jemi një shtet i cili ka 300 ditë diell dhe pa diskutim prodhimi i energjisë nëpërmjet implanteve fotovoltaike dhe qeveria duhet të lehtësojë procedurat për të krijuar sa më shumë hapësira, të paktën në nivelet e tokave të cilat nuk janë prodhuese dhe që mund të shfrytëzohen fare mirë në prodhimin e energjisë elektrike. Ju faleminderit. Faleminderit kryetare. Faleminderit zotit Lorkovski për prezencën tuaj këtu. Faleminderit zoti Asimi. Është një kënaqësi e veçantë për shkak të njohjes që kemi pas në parë pozicione të tjera të cilat unë kam vajtur. Sa i përket raportit sotëm, po para se të përmend 2-3 gjëra të rëndësishme, doja të thoja që Shqipëria është në një pozicion shumë
të vavorshëm sa i përket sektorit energjisë, jo vetëm sa i përket këtij sektori krahasuar me sektorët e tjerë të ekonomisë saj, por gjithashtu edhe pozicionin që ka në rajon dhe bashkëpunimi i Shqipërisë, sidomos me Sekretariatin e Energjisë, ka qenë një nga bashkëpunimet më të mira, për cilën unë jam dhe vetë dëshmitar, por gjithashtu ajo çfarë është e rëndësishme në këto momente, duke patur parasysh pozicionin në cilin ndodhet Shqipëria, është që ne të jemi në një situatë ku bashkëpunimi të intensifikohet akoma dhe më shumë, sepse spari ajo çfarë dhe shfaqet edhe në raport është që Shqipëria tashmë ka disa reforma shumë komplekse, të cilat kërkojnë ekspertiza të jashtëzakonshme për të shkuar përpara. Gjithashtu, ajo çfarë ne të gjithë e dimë është që sektori i energjisë është jashtëzakonisht ndikuar edhe nga zhvillimet rajonale dhe për këtë unë jam i lumtur që Shqipëria është nga vendet me një ecuri jashtëzakonisht mirë në rajon, por gjithashtu është kjo ecuri është e varur edhe nga ecuria e vendeve rajonale, sepse unë besoj që Shqipëria shumë shpejt nga një pozicion ku ka pasur jashtëzakonisht nevojë për asistencën e Bashkimit Evropian e Sekretariatit të Energjisë, do të kalojë në një vend e cila do të jetë një vlerë e shtuar për jo vetëm për rajonin, por edhe për Bashkimin Evropian, për shkak të burimeve dhe situatës energjetike të cilën ajo mund ta shfrytëzojë maksimalisht, por kuptohet që ky zhvillim dhe ky pozicion është shumë i varur edhe me, siç e thash, ecurinë e rajonit sa i përket këtij sektori. Kështu që unë prandaj po e vë pak theksin në këtë situatë dhe prandaj dhe do doja që ta theksoja këtë që bashkëpunimi i Shqipërisë me sekretariatin, me komunitetin dhe me rajonin është pika kyçe tashmë e ecurisë të këtij sektori. Ne ishim në një diskutim të hapur sa i përket ligjit të ri të energjisë, i cili shumë shpejt do të miratohet dhe për këtë parlamenti shqiptar ka marrë angazhimet që të eci me një shpejtësi shumë herë më shpejt se më parë për të gjitha ligjet e aktet në ligjore, por kuptohet që, siç e thash, ligjet janë në letër, por zbatimi i tyre dhe hapat për ta bërë atë ligj sa më eficient në mënyrë që Shqipëria të jetë pjesë e pandar e tregut të Bashkimit Evropian, është e lidhur edhe me këto çështje të cilat unë i përmenda pak më parë, por që duke qenë dhe pozitiv, besoj se këto gjëra do të ecin në rrugën e dur dhe ne shumë shpejt do të takohemi duke i përmendur këto arritje. Dhe një shumë faleminderit. Shumë faleminderit nderuar koleg. Fjalën dhe mundësinë për të shkuar më shumë në detaje e ka zoti Artur Larkovski, drejtori i Sekretariatit të Komitetit të Energjisë. Fjala për ju. Faleminderit. Chairwoman, esteemed members. E nderuar kryetare, të nderuar pjesëtar të Komisionit të Energjisë, është kënaqësi për mua që të pranoj ftesën tuaj dhe të prezantoj raportin vjetor në komisionin e ri që ka të bëjë me burimet njerëzore, zhvillimin dhe infrastrukturën. Pra, jam shumë i impresionuar duke parë shumë fituara të reja këtu, por gjithashtu edhe figura politike të shquara, të cilët kanë qenë më përpara antar të këtij komisioni dhe për mua kjo më jep mua përshtypjen për rëndësinë që ka mjedisi i energjisë dhe agenda e klimës për Shqipërinë, pra dhe për kushtimin tuaj të madh në këtë agenda në mënyrë politike. Prezantimi i sotëm është si një foto, dua t'ju ofroj juve një fotografi të situatës së përgatitjes së Shqipërisë drejt integrimit në BE. Megjithatë, është e rëndësishme që të kemi parasysh që procesi i integrimit dhe në përgjithësi situata e energjisë aktualisht është në një dinamik ndryshimesh të mëdha. Pra në disa raste
Shpresoj që këtë mund ta kuptojmë edhe gjatë diskutimit ose më tej gjatë prezantimit dhe në sesionin në rast se do keni pyetje. E rëndësishme për mua është që vetëm pak prej jush këtu kanë eksperiencën e komisionit, e rolit të Komitetit të Energjisë, pra rolin që luan Komuniteti i Energjisë. Ju ndoshta e dini që në 2025 ne festuam 20 vjetorin të Komunitetit të Energjisë dhe Komuniteti i Energjisë në mënyrë tradicionale ofron një kuadër të parashikueshëm, një kuadër ligjor të parashikueshëm për bashkëpunimin rajonal. Pra një nga prioritetet e këtij komuniteti të cilët ju e thatë gjatë prezantimit tuaj, në fjalën tuaj, është ajo që jepet nga kuadri i Komitetit të Energjisë, i Komunitetit të Energjisë. Objektivi i dytë i Komunitetit të Energjisë është ndjekja tashmë që ka lidhje me integrimin brenda BE-s. Pra ju e shikoni logon e Komunitetit të Energjisë, pra kemi Evropën energjia, Evropa e bashkuar në energjinë sot, dhe nga perspektiva ime, pjesa më e rëndësishme është fjala e fundit që thot sot. Pra kjo tregon që integrimi të cilën ne e ofrojmë jo në ditën e hyrjes në Bashkimin Evropian, por në integrimin e tregut evropian që Komuniteti i Energjisë, Sekretariati i Energjisë e ofron sot. Pra sapo ju të jeni gati, sapo ju jeni në pajtueshmëri me legjislacionin në këtë fushë, atëherë Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ju ofron juve mundësinë për të përshpejtuar në mënyrë graduale integrimin në tregun evropian përpara datës së hyrjes në BE. Dhe pra kjo është esenca e diskutimit të sotshëm. Pra unë ja shpreh edhe një herë këtë mundësi të cilën ta shpreh gjatë prezantimit tim. Pra skema e prezantimit të sotshëm është e mbështetur në 5 shtylla të aktivitetit të Komunitetit të Energjisë. Pra do flas për integrimin në treg, dekarbonizimin, sigurimin e pajisjeve, përmirësimi i mjedisit, performanca autoriteteve. Pra të 5 këto pika të prezantimit tim janë kolonat e Komunitetit të Energjisë dhe nëpërmjet këtyre dëshiroj t'ju afroj juve vlerësimin e progresit të bërë nga Shqipëria, por ajo që është më e rëndësishme është që duhet të fokusohem në atë që na pret ne përpara. Pra siç e përmenda, sepse pata dhe disa takime dje me ministrin dhe gjithashtu krijuam një plan veprimi të konkret në rrugën e Shqipërisë për Shqipërinë, që Shqipëria të jetë përsëri një lider e Komunitetit të Energjisë dhe vendi të performojë në dekarbonizimin, në energjinë, në krijimin e furnizimeve, dhe besoj që do të kemi shumë përgjegjësi për parlamentin për sa i përket pjesës së miratimit të legjislacionit të ri. Pra, më lejoni, përpara se të fillojmë me detajet, dëshiroj të përmend disa arritje kyçe të Shqipërisë gjatë 2025-s, përveç këtyre 5 shtyllave që unë përmenda. Pra, atë që ne kemi vëzhguar dhe që kemi parë në Shqipëri është progresi në lëshimin e tregut të ri dhe veçanërisht dëshiroj të komentoj në të gjitha ato direktiva që janë bërë në 2024 që janë miratuar, por gjithashtu edhe zgjerimi e liberalizimit të tregut për elektricitetin. Dhe përsa i përket për të rinovueshmet, të cilët u përmendë këtu gjithashtu edhe një nga zëvendës deputetit, ne kemi vënë re një progres përsa i përket
në mënyrë për të ecur më përpara, për të qenë më kompetitiv, në mënyrë që Shqipëria e ka hequr sistemet e vjetra dhe ka prezantuar të reja në këtë drejtim. Pra gjithashtu dëshiroj të them që çmimi është në një progres të jashtëzakonshëm për sa i përket efikasitetit të energjisë në 2025 me miratimin e ligjit mbi performancën e ndërtesave dhe strategjinë që është në vend dhe gjithashtu rëndësia që qeveria e Shqipërisë i ka dhënë energjisë e cila u jepet klientëve duke përcaktuar në mënyrë të qartë ata të cilat janë në nevojë, janë vulnerabël, në mënyrë që të adresohen siç duhet çështjet e varfërisë ndaj energjisë dhe gjithashtu ajo që unë mendoj që është e rëndësishme është progresi i vazhdueshëm në implementimin e planit kombëtar i cili u krye në 2021, i cili në mënyrë konsistente kanë qenë bazat e procesit të reformave në Shqipëri. Pra, le të përpiqemi të bëjmë një përmbledhje të këtyre arritjeve, të cilat dëshiroj dhe mund të them si një mik i vendit tuaj, pra juve keni nevojë për më shumë, ju meritoni më shumë dhe eksaktësisht dhe eksaktësisht është ajo të cilët ju duhet të lëvroni sepse Shqipëria ka arritur 50% të atyre që duhet të arrinte, pra jeni në gjysmën, eksaktësisht në gjysmën e rrugës në transpozimin e plotësisht të përkushtimeve që ju keni marrë nga ana ligjore në Shqipëria. Pra nuk është roli im që të fokusohem në të shkuarën, por roli im është të shikoj përpara dhe kjo është arsye që ne të kemi një plan të qartë me ministrinë që të ecim përpara me procesin e reformave. Gjithashtu dëshiroj që t'i apeloj parlamentit që të jetë një partner i besueshëm në këtë drejtim, sepse sekretariati gjithmonë ofron mbështetje duke shpjeguar, duke u konsultuar me drafta, me projekt ligje deri në miratimin nga parlamenti dhe kjo do të jetë në rast se do jetë e nevojshme. Into the specific sectors, the first pillar is le të kalojmë në sektorët specifik. Së pari kemi të bëjmë me integrimin rajonal dhe në këtë pjesë dëshiroj të theksoj një mesazh kyç i cili është shumë i rëndësishëm për integrimin rajonal, por gjithashtu për përshpejtimin e integrimit në Bashkimin Evropian, pra në tregun e tyre. Pra Bashkimi Evropian e ka shtyrë ftesën për palët kontraktuese të cilët të hyjnë në komitet përpara datës së hyrjes në BE. Kjo është një formë e integrimit rajonal dhe kjo është bërë në dhjetor të 2022-shit i është dhënë Shqipërisë duke përcaktuar dhe paketën elektrike. Pra kjo paket gjithashtu kërkon transpozimin në legjislacionin kombëtar, pra eksaktësisht të njëjtat rregulla që për organizimin e tregut elektrik në vendet anëtare të BE-s, por gjithashtu edhe në vendet e komunitetit elektrizit. Dhe në këtë proces transpozimi, Shqipëria nuk e ka përmbyllur këtë, pra ne presim që qeveria e Shqipërisë të miratoj në maj 2001 deri në maj 2026 ligjin i cili transpozon paketën elektrike në legjislacionin kombëtar. Dhe kjo do të krijojë bazat ligjore për integrimin e Shqipërisë e tregut shqiptar në Bashkimin Evropian dhe ajo që është e rëndësishme është ajo që do jetë mbështetur në baza reciproke. Pra kjo do të thotë
që aktorët shqiptar do të kenë të njëjtat eksaktësisht të njëjtat të drejta dhe eksaktësisht të njëjtat detyrime si aktorët në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është shumë e vlefshme dhe është një set shumë i vlefshëm që Komiteti i Energjisë sjell para hyrjes në BE. Dhe kjo është ajo që unë dua t'ju shpjegoj dhe ajo që unë dua të theksoj, dhe kjo nuk është vetëm çështje e integrimit, por gjithashtu është një çështje e interesit ekonomik të kompanive shqiptare. Pra ju mund të shikoni që në mënyrë shumë progresive strategjitë të cilat implementohen nga paketat tona, të cilat përfshihen jo vetëm në organizimin e tregut elektrik në Shqipëri, por gjithashtu për hapjen, krijimin, themelimin e një tregu për tregje të tjera, pra kryesisht për eksportimin apo importimin e elektricitetit. Pra Shqipëria duhet të jetë një lidere në tregtimin e energjisë në rajon dhe më vonë në Bashkimin Evropian. Pra kjo është diçka e cila vazhdon, pra është diçka e cila është në progres me përfshirjen e OST-s dhe Alpexit, pra në mënyrë të thjeshtë me anë të miratimit të legjislacionit, kjo do formalizoj gjithë kuadrin ligjor i cili do jetë në Shqipëri për të përmbyllur të gjithë këtë proces sa më shpejt që të jetë e mundur. Kjo më sjell mua tek te diskutimi apo pikat të cilat lidhen me ndryshimet të cilat janë prezantuar në tregun kombëtar, sepse tregu kombëtar duhet të jetë i harmonizuar gjithashtu me Bashkimin Evropian, legjislacioni siç u përmend, pra ne shikojmë progres në liberalizimin e tregut, të klientë të rinj industrial janë subjekte në çmimet e tregut të lirë, e cila është shumë premtuese. Megjithatë, prap ka disa hapa të cilat duhet të ndërmeren, kështu që tregu i mbështetur në çmim do të jetë ajo që do prevalojë në çmimet e ndryshme që do vendosen në Shqipëri. Pavarësisht kësaj, ne mund të vëzhgojmë që çmimet e pajisjeve elektrike në Shqipëri në 2025 kanë qenë nën nivelin e çmimeve të elektricitetit në Bashkimin Evropian dhe ne gjithashtu shikojmë, përveç faktit që çmimet industriale ecin në 2025 kanë ecur në mënyrë të moderuar, por çmimet janë gjithashtu nën nivelin e çmimeve në Bashkimin Evropian. Kjo krijon nga njëra anë një mundësi të mirë tregtare, por nga ana tjetër kërkon, ashtu siç tham, kërkon specifikimin e instrumenteve për mbrojtjen e klientëve për të adresuar ata çështjet e tyre për sa i përket, sepse procesi i harmonizimit me çmimet në të ardhmen me Bashkimin Evropian për sa i përket tregut dhe integrimit në sektorin e gazit, situata është më shumë komplekse, sepse aktualisht Shqipëria ka mungesë tregu të brendshëm të gazit, pra Shqipëria është vend tranzit për gazin, por tregu kombëtar i gazit është në proces zhvillimi. Pra procesi i gazifikimit, i cili drejtohet nga Sokar, nga Azerbajxhani, nga kompania Sokar nga Azerbajxhani, është në progres
por kërkohen për të marrë disa hapa të cilët duhet të harmonizojnë operacionet e gazit me BN me legjislacionin. Pra tregu i gazit duhet të krijohet me një proces të pavarur pra ky proces i gazifikimit të jetë i plotësuar dhe për këtë duhen treguar edhe disa prova që ky është bërë duke të treguar dhe çështje që kanë bëjnë me pronësinë apo me mbajtjen nën kontroll të aseteve të kësaj kompanie. Gjithashtu ka të bëjë me tarifat me bashkëpunimet rajonale, që ka të bëjë me tregun të ardhshme, me tregun të integruar me tregun e vendeve të rajonit, pra kjo është përpara nesh dhe sapo pajisjet e gazifikimit të prezantohen në tregun shqiptar, atëherë sekretariati do jetë në dispozicion të autoriteteve shqiptare për të plotësuar këtë proces. Kolona e dytë e aktiviteteve që ka të bëjë me dekarbonizimin, pra në këtë drejtim, siç e përmenda edhe më përpara, Shqipëria është duke ecur përpara me procesin e dekarbonizimit, duke u mbështetur me një plan veprimi kombëtar i cili është miratuar siç e thash 2021-shin dhe së fundmi procesi i rishikimit të këtij dokumenti ka filluar, por nuk është plotësuar akoma. Pra, ky është procesi i cili është në mënyrë paralele me planin e ri të veprimit deri në 2040 dhe kjo do të merret nga ministrit dhe ky do jetë një nga të ardhmja takimet e së ardhmes në ministerial. Pra, megjithatë, ajo që është e rëndësishme, Shqipëria jo vetëm ka vazhduar me reformat, por i ka plotësuar këto reforma, jo vetëm në të gjitha drejtimet, por procesi i raportimit është të përmirësuar. Megjithatë, dëshiroj të theksoj dhe ajo që është e nevojshme, është që të implementohet një strategji afatgjatë për të ruajtur neutralitetin klimaterik. Kjo është tema të cilën unë e diskutova me ministrin e mjedisit si të ecim përpara me bazat ligjore, sepse këto baza ligjore janë aktualisht, janë miratuar dhe tani është roli i degës ekzekutive për të vazhduar me këtë dhe për të hartuar një strategji afatgjatë e cila të jetë në pajtueshmëri në përputhje me kërkesat e legjislacionit Bashkimit Evropian. Megjithatë, ajo që më bën mua shumë të lumtur është pika që ka të bëjë me të rinovueshmet dhe në këtë drejtim ne kemi parë një agjendë shumë ambicioze të qeverisë shqiptare për të rinovueshme duke e zgjeruar këtë tagër, duke kaluar këtë e cila kjo është ka filluar që në 2022, kjo është plotësuar deri tani, dhe si që përmenda dhe më përpara, duke me punën e vazhdueshme të transpozimit të 2 direktivave të BE-s, dhe kjo është plotësuar gjithashtu edhe me skemën e mbështetjes e cila është prezantuar në Shqipëri. Pra një nga arritjet më thelbësore që është arritur është me skemën e tarifimit, e cila me kost eficiencën që ka të bëjë në treg, duke mbështetur në kontrata të ndryshme. Dhe këtu kemi një variant të përditësuar të mbështetjes nga perspektiva ekonomike, kemi më shumë fleksibilitet, duke lejuar që buxhetin e shtetit të arrijë të njëjtat objektiva
me kosto me të ulta. Pra janë kryer reforma, janë ndërmarrë reforma për të rritur skemat e vetë konsumimit nëpërmjet ndërtimeve të sistemeve të reja, pra duke bërë diçka e cila është në vazhdimsi, por ajo që është e rëndësishme është që Shqipëria ka krijuar garancinë për sistemet e origjinës, sisteme të cilat lejojnë nëpërmjet garancisë së origjinës çështje që kanë të bëjnë brenda vendit, por ky është vetëm fillimi, pra ky është një shembull i integrimit të përshpejtuar që ne dëshirojmë të ofrojmë, që ka të bëjë mbi sistemet, pra me njohjen reciproke të garancive të origjinës në secilën palë kontraktuese të Komitetit të Energjisë në Shqipëri, garancitë në vendet e Bashkimit Evropian, pra ne dëshirojmë përsëri që investitorët shqiptarë në të rinovojshme në mënyrë që të kenë garancitë e origjinës brenda BE-s, në mënyrë që ta marrin në financime të tjera shtesë, duke shitur certifikatet e garancive të origjinës në tregun e Bashkimit Evropian. Pra këto janë vendime respektive të ministerialit të Komunitetit të Energjisë, në mënyrë që këto të merren në konsideratë nga BE-ja në takimin që do vazhdohet në dhjetor 2026. Pika e fundit që dëshiroj të ngren ka të bëjë me standardet e biomasës dhe me kriterin e qëndrueshmërisë. Ky është një projekt i cili është përfunduar dhe kemi progrese thelbësore këtu në bashkëpunim me ministrinë dhe presim që kjo pjesë të jetë aktive dhe të jetë e përmbyllur dhe të transpozohet sa më shpejt. Një pikë tjetër që dëshiroj të përmend, që ka të bëjë me efikasitetin e energjisë, siç e përmenda edhe në fillim, është fakti që ligji mbi performancën e energjisë në ndërtesa është miratuar në 2025 me ligjin 2025 dhe strategjia respektive e këtij ligji të ri mbi efikasitetin e ndërtesave, dhe kjo shpjegon në vetvete që ju njihni që 35% e energjisë është në ndërtesat, pra Shqipëria e ka masur këta si prioritet në sektorin e ndërtimit. Disa hapa të tjera që janë ndërmarrë gjithashtu duke përfshirë efikasitetin në sektorin e ngrohjes dhe ftohjes, dhe gjithashtu këto përfshinë sekretariatin në këtë drejtim. Dhe së fundi, për sa i përket dekarbonizimit, dëshiroj të përmend gjithashtu edhe temën për skemën e emisioneve të ndryshmeve, e shkarkimeve të ndryshme të gazave, pra që kjo është e përcaktuar deri tani, pra kjo nëpërmjet një sistemi raportimi dhe monitorimi, pra një sistem i cili i mundson qeverisë që të shikojë sasinë e çlirimit të gazrave në sistem, pra sepse ky është një sistem shumë kompleks për mbledhjen e këtyre të dhënave, për përpunimin e këtyre të dhënave. Procesi i transpozimit duhet të plotësohet nëpërmjet ligjit i cili është tashmë në vend, dhe kjo është një arritje shumë e madhe gjatë 2025-s, por prap jemi duke punuar me ministrinë dhe me Ministrinë e Mjedisit për legjislacionin sekondar, i cili presim që të miratohet brenda javëve që vijnë, sepse është në fazë të përparuar, por ajo që është e rëndësishme është implementimi i këtij ligji në praktika të përditshme,
Dhe për këtë ka të bëjë me fuqizimin e kapaciteteve të institucioneve që ka të bëjnë me agjencitë ndryshme të mjedisit dhe kjo është e nevojshme. Pra ky është vetëm fillimi i punës sonë që ka të bëjë me çmimin e karbonizimit, pra qeveria duhet të marrë vendimet që ka të bëjë me çmimin e karbonizimeve, por zgjidhja përfundimtare është duke hyrë në skemën tregtare të çlimit të gazrave të BE-s, kjo është zgjidhja dhe presim që ky vendim dhe hapat që duhet të ndërmerren, çfarë lloji mekanizmi i çmimeve të karbonizimit do përdoret për pjesën tranzitore deri në ditën e hyrjes në BE. Pra kjo është shumë e rëndësishme për arsye të mekanizmit të karbonizimit, e cila është prezantuar nga BE që nga 1 janari 2026, pra kjo është një skem e cila ka të bëjë me çmimin e karbonizimit për disa mallra industriale, por gjithashtu dhe për mallra të cilat prodhohen në Shqipëri për prodhim elektriciteti. Pra kjo është e rëndësishme për Shqipërinë sepse prodhimi i elektricitetit është falas për karbonin dhe kjo ka nevojë për një reflektim për të ulur çmimet sipas buxhetit të BE-s duke përcaktuar taksën mbi karbonin apo sistem çmimi të karbonit për karbonit në mënyrë që Shqipëria të mbledhi para dhe t'i livrojë këto para pastaj më vonë në Bashkimin Evropian. Pra ky diskutim është duke ecur tani dhe presim respekt në këtë drejtim. Dhe pika 4 e pikës time është siguria e energjisë, e cila është një temë shumë e rëndësishme, e cila me kohën e sotme ne shikojmë që kjo është nga siguria, pra ne kemi të bëjmë me sigurinë, me furnizimin e sigurisë, pra kemi një progres për duke eliminuar boshllëqet në transpozimin e produkteve të naftës, pra duke bërë transpozimin e legjislacionit, pra Shqipëria i mbështet standardet duke ngritur rezervat e karburanteve në mënyrë që Shqipëria të përballet me goditjet e ndryshme që mund të ndodhin në treg. Prandaj për këtë arsye dëshiroj edhe një herë të them dhe kjo është gjithashtu pikë ka qenë edhe në prezantimin tim të vitit të kaluar, duke theksuar edhe një herë rëndësinë për të bërë hapa përpara këtu, duke e bërë Shqipërinë në tregun e karburanteve më rezistente ndaj miratimit të legjislacioneve në mënyrë që të krijojnë stoqe të ndryshme për produktet e karburanteve. 2 sektorët të cilët ngelin që është sektori i gazit që përmenda për sigurimin e gazit, pajisjeve të sigurimit gazit, pra kjo nuk është shumë në Shqipëri, por ka një boshllëk të madh në krahasim me sigurimin e furnizimeve të elektricitetit dhe shpresoj që kjo të mbulohet nga miratimi i një ligji të ri duke transpozuar paketën e elektricitetit. Shpresoj që kur të vijë vitin tjetër të flasim për këtë çështje dhe kjo çështje të jetë e zgjidhur. Pjesa e mjedisit është pika tjetër, pra vlerësimi i mjedisit është pika tjetër dhe ose kolona tjetër e vlerësimit që ne kemi bërë. Në këtë drejtim dëshiroj të theksoj çështjen e pajtueshmërisë me legjislacionin në Shqipëri, që ka të bëjë me akin e Bashkimit Evropian për sa i përket vlerësimit të impaktit të mjedisit, e cila është një temë e cila ka një lloj trashëgimie për sa i përket Shqipërisë me tema
të cilat kërkojnë veprime për të ndërmarrë në mënyrë që të sigurojnë një procedurë të qartë dhe të parashikueshme për vlerësimin e impaktit mjedisor, projekte të ndryshme të përfshira që ka të bëjnë me të rinovueshme, të cilat janë të planifikuara në Shqipëri. Pra, pa këto vlerësime të qarta dhe jo evakuoke, pra impakti mjedisor në këto projekte do të jetë subjekt i kritikizmit, duke përfshirë edhe institucionet financiare ndërkombëtare. Pra kjo është diçka e cila duhet të ndërmerret dhe kjo do japi mundësinë, do japi për të sjellë të gjitha pretendimet ligjore ndaj projekteve të ndryshme dhe do shmangi që këto të ndodhin, këto pretendime të ndodhin dhe do të inkurajoj përsëri për të ndërmarrë hapa në harmonizimin me legjislacionin e mjedisit, duke pasur parasysh vlerësimin e impaktit mjedisor me atë të Bashkimit Evropian dhe legjislacionin evropian. Dhe së fundit dëshiroj të them dhe të bëj një koment me performancën e autoriteteve, duke u fokusuar me EREN, autoritetin rregullator të energjisë, duke theksuar gjithashtu nevojat që ta mbajmë këtë institucion sa më të pavarur të mundur, si institucion të pavarur, dhe ky institucion të jetë i pajisur me kompetencat e duhura që për të lëvruar aktivitetet rregullatore në të njëjtin nivel si institucionet e tjera të Bashkimit Evropian. Pra në rast se prisni dhe në rast se ju i ndani këto objektivat e integrimit në tregun e shqiptar të elektricitetit me tregun e BE-s, ky rregullator duhet të performojë eksaktësisht me të njëjtat funksione si autoritetet rregullatore në të vendet e tjera të BE-s. Pra kjo do të thotë që kompetencat ligjore duhet të lëvrohen, që ka të bëjnë me paketën e elektricitetit, pra presim që këto të lëvrohen, por çështja e dytë është që ka të bëjë me kapacitetet institucionale për të lëvruar transparencën për treg, monitorimin e tregut, bashkëpunimin ndërkufitar, e tjera, pra ka disa aspekte të cilat unë i diskutova dje me kolegët nga ERE. Pra kjo është ajo pamja të cilët dëshiroja t'ju tregoja juve, t'ju thoja juve, pra ky është progresi i cili është arritur, por nga prezantimi im ju mund të shikoni rrugën përpara, pra ajo është në listën që ju akoma duhet të bëni, pra prioriteti numër 1 për mua është integrimi i paketës elektricitetit, si që përmenda pritet që qeveria të miratoj këtë legjislacion në mesin e majit dhe draft dhe projekt ligji do t'i prezantohet parlamentit për miratim. Pra ky është një akt ligjor shumë kompleks, duke transpozuar 9 rregullore të Bashkimit Evropian dhe direktivat Bashkimit Evropian. Disa prej tyre do transpozohen nëpërmjet këtij ligji, disa të tjera do transpozohen nëpërmjet VKM-ve të ndryshme, ose udhëzuesi do miratohet nga here. Pra ky është një proces shumë kompleks dhe çdo mbështetje që nevojitet nga ana jonë për kuptimin e dur e këtij projekt ligji apo të çdo lloj vlerësimi tjetër apo çdo lloj ndryshimi tjetër, ne jemi në dispozicion me ju, sepse ky është me të vërtetë një prioritet për të bërë një hap përpara në Shqipëri, për shembull duke ndjekur Malezi, duke ndjekur Ukrainën, duke ndjekur Serbinë, Maqedoninë e Veriut. Po.
pra një grup vendesh të cilat të cilat e kanë implementuar këtë paketë të elektricitetit, e kanë transpozuar këtë integrimin në Bashkimin Evropian, pra është shumë i rëndësishëm që në integrimin në tregun e elektricitetit. Pra, ne kemi parë gjithashtu nevojën, siç e përmendëm, edhe për një miratimin e një strategjie afatgjatë brenda objektivave 2025-s, të cila u konfirmua disa vite përpara nga qeveria shqiptare dhe presim dhe pritshmëritë janë që të rikonfirmohen që kanë të bëjnë me efikasitetin e energjisë, ne presim miratimin e efikasitetit të energjisë. Detyrimet në skemën e efikasitetit, mekanizmat e financimit, të cilat konsiderohen për të rinovueshme. Gjithashtu ne shikojmë tek këto të rinovueshmit punë të tjera për të bërë hapa tjera për të ndihmuar për përmirësimin e efikasitetit në skemat ekzistuese të mbështetjes, me zgjerimin e mbështetjes, zgjerimin e sistemeve të ndryshme të ngrohjes dhe ftojes origjinën, garancitë e origjinës që përmenda, transpozimin e akis duhet të jetë në përputhje, siç e përmenda më përpara, duhet të jetë në përputhje sipas modeleve të Bashkimit Evropian për sigurimin e pajisjeve të furnizimit për elektricitetin. Gjithashtu ne presim dhe gjithashtu diskutuam dje me ministrat për kuadrin kohor për transpozimin e rregullores 10 vjetore, e cila është një akt shumë thelbësor që rregullon mënyrën se si infrastruktura në Bashkimin Evropian, struktura e energjisë në Bashkimin Evropian është e zhvilluar. Gjithashtu rezervat, stoqet e ndryshme të karburanteve, të cilat janë emergjente duke pasur parasysh kohën, duke pasur parasysh zhvillimet, dhe këto e konfirmojnë edhe një herë nevojën për të pasur stoqe të karburanteve në këtë drejtim. Pra, kjo është diçka e cila dëshiroj që ju të përfshiheni. Pra, në përgjithësi, siç e përmenda, Shqipëria është eksaktësisht në gjysmë të rrugës të përkushtimeve të saj, pra shumë gjëra janë arritur deri tani, por Bashkimi Evropian nuk pret, situata është shumë dinamike, baza ligjore vazhdon në mënyrë të ndryshueshme dhe shpresoj që sekretariati dhe kolegët të kontribuojnë në këtë proces në harmonizimin e mëtejshëm të legjislacionit të dekarbonizimit, të ligjit të dekarbonizimit në Shqipëri me rregullat e BE-s. Pra, dhe njëherë tjetër, ju bëj thirrje, ju theksoj për thirrjen e këtij komisioni, forumeve parlamentare, e cila do mendoj që do jetë në mbledhjen plenare javës tjetër, në 16 prill, me pjesëmarrjen e komisionerit Jorgensen. Pra, kjo është një mundësi tjetër për të shkëmbyer temën 1, e cila ka lidhje me integrimin e mëtejshëm të rajonit brenda tregut Bashkimit Evropian, duke theksuar paketën e elektricitetit. Dhe kjo është një çështje e cila ka të bëjë edhe me furnizimet me gaz edhe me karburante nga Rusia. Duhet të ndërmerret vendimi dhe plenumi parlamentar që do bëhet javës tjetër, do jetë një mundësi shumë e mirë për të parë gatishmërinë e vendeve të rajonit për të marrë gjithashtu dhe këtë hap i cili do jetë në harmonizim
me Bashkimin Evropian. Pra po ndaloj këtu, jam shumë i lumtur që diskutoj me ju, por ishte ambicia ime që t'ju jepja një pamje komplekse dhe shpresoj që në bashkëpunimin ton në të ardhmen edhe një herë tjetër shpreh gatishmërinë time për çdo lloj komunikimi me ju, për çdo lloj nevoje që ju keni për të garantuar progresin në agjendën e reformave dhe në mënyrë që të ndihmoj Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit për një prezantim që për gjithë ne si antar të këtij komiteti, Komisioni Rëndësishëm, është, siç e thash në fillim, në kryet herës, një fillim i mbar i futjes në detaje të këtij rrugtimi të rëndësishëm të Shqipërisë në procesin e integrimit, për të parë jo vetëm çfarë është bërë deri në gjysmë të rrugës, dhe për shumë lajme të mira që sot u komunikuan, duke filluar nga fakti Shqipëria mban vendin e parë në raport me dekarbonizimin, apo çështje që lidhen me progresin në raport me energy efficiency, duke vijuar më tej me mbështetjen e shtresave vulnerable, sidomos mbas krizës së energjisë në 2021 në pjesën ku të gjithë vendet pas luftës në Ukrainë u afektuan me një rritje të konsiderueshme të çmimit, dhe pjesa më vulnerable apo pjesa e të ardhurave mesatare dhe më të ulët nuk u prekën nga çmimi i energjisë, por pati dhe një rënje në raport me këtë të fundit, sikurse edhe shumë detyra tjera të cilat ju na i vendosët shumë qartazi, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për pjesën që i takon legislativit për të ndjekur në vijim. Dhe unë ju falenderoj në emër gjithë kolegëve për ofertën tuaj, për mbështetjen që jepni këtij komiteti, pasi mendojmë që vullneti i të gjithëve ne është që të jemi sa më shumë të përfshirë në çështje të një teknikaliteti relativisht të lartë, por jo të pamundur për të njohur. Dhe këtë proces ne kemi nisur edhe me Ministrinë Përgjegjëse, dhe jo më larg se kjo javë në raundin e dytë të bisedimeve në konsultimit publik për ligjin e ri të energjisë, që do të kalojë në mes të këtij muaji pasardhës, në 15 maj në qeveri, dhe më pas do të jetë për diskutim në parlament, ne u morëm pjesë dhe jemi të ftuar, pasi procesi i integrimit nuk mund të shikohet si një proces vetëm për të kaluar ligjet, por edhe për të kuptuar ligjet që aprovojmë. Kështu që ne kemi filluar të jemi pjesë që në momentin e konsultimit publik nga Ministrit e Linjës për këtë proces. Në kapitullin 15 janë shumë ligje, ju i përmendë disa prej tyre, si detyra për gjysmën e dytë të rrugës, por le të mos harrojmë që ky komision ka përgjegjësinë edhe të çështjeve të mjedisit për kapitullin 27, dhe vetëm këtë vit ne parashikojmë 15 ligje në këtë fushë. Dhe duke menduar kapitullin 15 dhe 27 si dy kapitull shumë të rëndësishëm për të gjitha çështjet e adresuara, detyra e gjithëve prej nesh është që të fokusohen më herët, pra që në konsultimet publike, për të kuptuar edhe qasjet të ndryshme dhe të operatorëve, edhe të ekzekutivit, por nga ana tjetër me të drejtë, siç e thatë ju, për të vendosur para jush pyetjet nga ana jonë, përpara se të diskutojmë këtë në seancë plenare. Kështu që unë do ta merrja me shumë pozitivitet ofertën tuaj për konsultimet më tejshme, duke filluar që nga data 16, siç ju e thatë, ne kemi 2 përfaqësues, do të jetë zonja Klodiana Çapja dhe zoti Cenoklosi do të jenë pjesëtar të diskutimeve në datën 16, javën e ardhshme, por dhe në vijim unë do t'i ftoja kolegët deputet që për të gjitha çështjet e lidhura me temën dhe në mënyrë të strukturuar, t'ju adresojmë nevojat tona për të qenë edhe ne të përgatitur për atë që e pret Shqipërinë në këto diskutime kaq të rëndësishme. Ju e thatë me shumë drejt, Shqipëria meriton më shumë, dhe besoj që të gjithë ne jemi të bindur që ky proces në rrugtimin drejt integrimit evropian është jo vetëm destinacioni vetëm dhe rruga e vetme, por njëkohësisht shpreh këtu besimin e të gjithë, pavarësisht nga krahët politik, që po, Shqipëria meriton më shumë, dhe për këtë jemi shumë të lumtur që kemi dhe mbështetjen tuaj teknike për ta realizuar. Unë do ta mbyll këtu fjalën time, duke falendëruar edhe një herë për të gjithë prezantimin, dhe do ta lija të hapur për pyetje të gjithë kolegëve, duke vendosur një radhë
dhe një ligj të pashkruar që e kemi që një nga mazhoranca, një nga opozita sipas mundësisë. Zoti Himçi, zonja Çapja. Së pari, unë përshëndetje, dua të falenderoj fillimisht të ftuarit dhe t'i përgëzoj për prezantimin që na bën dhe për që na dha një pasqyrë më detajuar lidhur me sektorin e Shqipërisë në sektorin energjetik. Sikurse e thot edhe raporti, unë e kam ndjekur me shumë interes jo vetëm raportin që është prezantuar këtu sot, por edhe atë që bëm në takimin e dhjetorit në Vjenë, ku përmendej edhe curia e Shqipërisë dhe raportohet që Shqipëria ka ecur vetëm 50% sa i përket reformave të zhvillimit në sektor të energjisë. Ajo që më vjen keq është se ndryshe nga vendet e rajonit siç është Moldavia apo Serbia, ne kemi ende shumë për të bërë dhe kjo tregon që ne nuk jemi ku duhet me fokusin që i kemi dhënë reformave të sektorit të energjisë. Për të ardhur keq është fakti se i gjithë fokusi jonë është kryesisht në prodhimin e energjisë sa i përket hidrocentraleve, ndërkohë që kemi kapacitetet pa zhvilluara siç janë energjia diellore, energjia e erës, por edhe problemi i madh që kemi sa i përket zhvillimit në sektorin e gazifikimit, që edhe ju e përmendët. Ndaj unë do të kërkoja që dhe po ndjek me interes të gjithë zhvillimet që po bën Ministria jonë përkatëse lidhur me sektorin e energjisë dhe sikurse do jem prezente në datë 16 në prill, do dëgjoj me interes edhe vendet e rajonit për strategjitë që po ndjekin lidhur me sektorin dhe këto informacione patjetër që do t'i ndaj komision edhe me kolegët, por besoj që do m'japin mua mundësinë të jem edhe më e përgatitur për zhvillimin dhe ecurinë e kontributit tim në komisionin përkatës. Ju falenderoj edhe një herë për prezencën tuaj këtu dhe për të gjithë angazhimin dhe vëmendjen që po jepni sektorit energjisë në vendin tonë. Faleminderit. Faleminderit zonja Çapja, zoti Himçi. Jo, nga që thatë një... Okej. Jo nuk e pash. Unë ju falenderoj, duhet ta rimarr edhe një herë fjalën. Sigurisht që unë nuk i përkas specifikisht fushës të energjisë elektrike, pra nuk jam një inxhinier apo një teknicien i fushës energjisë elektrike, por në profesion jam jurist dhe analiza dhe raporti që keni bërë mbetet mbreslënës për neve, mbetet mbreslënës dhe detyrues për Shqipërinë dhe sidomos për qeverinë që të vazhdoj të thelloj pjesën e reformës për sa i përket pjesës rritjes eficiencës në energjinë elektrike. Siç u raportua, ka progres, por progresi realisht mbetet i kufizuar. Sigurisht duke e parë me vendet e rajonit, për shembull me Kosovën, që ishte akoma më mirë në pjesën e performancës, apo Gjeorgjin, të më thënë që të paktën në standardet e rritjeve ekonomike, Shqipëria ndaj këtyre vendeve ka një rritje më të mirë, por sigurisht në sektorin e energjisë, për sa i përket performancës, shikojmë që është më mbrapa dhe kjo sigurisht që ka sjell pasoja, do të thoja, në çmime apo pse jo edhe për sa i përket pjesës, ashtu siç thatë juve, të tregut me pakicë, ku ka një problematikë shumë të madhe. Problematika është edhe në aspektin ligjor, edhe në aspektin e implementimit, në parafrimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian, siç thatë edhe juve për sa i përket direktivës Bashkimit Evropian 944 të vitit 2019, ende nuk kemi një parafrim me legjislacionin e Bashkimit Evropian për asaj që i përket akojs komuniter dhe ku Shqipëria ka detyrim ligjor për parafrimin e legjislacionit me vendet e Bashkimit Evropian,
por sigurisht kjo mbetet edhe pjesë për të rregulluar edhe kuadrin ligjor, pse jo në një të mirë që mund të përkthehet për qytetarët shqiptar. Dhe sigurisht tregu me pakicë mbetet një, do të thoja, një aspekt që duhet rregulluar qoftë në kuadrin ligjor ashtu siç e referoni dhe ju, por edhe për ta implementuar atë, pra na mbesin të dy aspektet një problematike theksuar. Për sa i përket edhe pjesës së integrimit rajonal, edhe kjo është një problematik tjetër që ju e ngritët dhe që shikoj që duhet të harmonizojmë dhe bashkëpunimin me vendet e rajonit për sa i përket pjesës së shkëmbimit, do të thoja, të përcjelljes apo nevojës për energjinë elektrike. Një aspekt tjetër është edhe që doja ta ngrija është edhe aksesin sistem. Ju e ngritët pjesa e metodologjisë së tarifave që duhet të ndryshoj për të reflektuar kërkesat e EIP-s dhe që kodet e lidhjes që janë transpozuar për zbatimin e tyre ende nuk kanë përfunduar. Dhe ky mbetet një element tjetër për cilët i mbetet detyrim Ministrisë të linjës për të implementuar dhe për të vazhduar, po pse jo dhe qeverisë duke rregulluar këto edhe me kuadrin ligjor. Aq më tepër një problematik tjetër janë çmimet industriale, që realisht çmimet për industrinë thuhet në raport janë rritur në mënyrë të moderuar për gjatë këtij viti, ndërkohë që në vendet e BE-s ka një rënje. Domethënë, dhe normalisht kjo është shqetësuese, do të thoja, sepse rrit kostot e prodhimit dhe sigurisht kjo mbetet dhe nuk bëhemi konkurrues për tregun e Bashkimit Evropian në prodhimin e industrisë. Ka një moment tjetër që tregon dhe një progres pjesshëm të rritjes së çmimeve bazuar në treg, por çmimet me pakicë vazhdojnë të ndikohen fuqishëm nga rregullimi, sidomos për familjarët, dhe sigurisht që edhe pjesa e çështjes së rritjes kostove, për shembull një investim i gabuar që ka qenë i qeverisë shqiptare në marrjen e 2 termocentraleve anije, të cilët rritën kostot e prodhimit, po pse jo, ndikuan edhe ka qenë pagesa marramendse për ditë të caktuara për këto 2 anije termocentrale që në terminologjinë shqiptare ka qenë Tigri 1 dhe Tigri 2, që janë instaluar në Vlorë. Tashmë ato janë kthyer në një aspekt të infrastrukturës kritike, që e quajnë që në raste të emergjencave të mëdha, por që kostot e pagesës për qeverinë shqiptare kanë qenë marramendse. Sigurisht që ne flasim edhe për një, pavarësisht se është futur në kuadrin e energjisë e infrastrukturës kritike, ne si opozit kemi pasur objeksionet tona, do të thoja, në lidhje me marrjen e këtyre 2 termocentraleve, qoftë për shkak të procedurës jo transparente, por edhe për një shkak tjetër, sepse ndotin mjedisin. Termocentralet rrisin sasinë e karbonit në ajër, dhe ndërkohë që Shqipëria ka kapacitete dhe forma nga më të ndryshmet alternative të prodhimit të energjisë elektrike, siç u shpreha mund të ishin kapacitetet fushës për sa i përket pjesës prodhimit të energjisë diellore, hidrike apo qoftë edhe të erës, dhe nuk ishim të detyruar për të paguar në këtë kosto kaq të lartë energjinë elektrike. Mbetsin detyra shumë dhaja, do të thoja, qeverisë shqiptare në këtë lloj raporti të pasqyruar nga ana juaj. Unë ju falenderoj edhe një herë tjetër që na keni dhënë një panoramë të qartë dhe na keni ndihmuar të paktën si komision që jemi përgjegjës në lidhje me Ministrinë e Infrastrukturës e Energjetikës, por njëkohësisht unë besoj që bashkëpunimi ynë do të vazhdojë të mbetet i ngushtë, që edhe ne si opozit
të bëjmë përpjekjet tona për ta përshpejtuar sa më shumë qoftë implementimin e kuadrit ligjor brenda direktivave të Bashkimit Evropian dhe për afrimin me legjislacionin e Bashkimit Evropian, por edhe për të mbikëqyrur, sepse roli i Parlamentit pa diskutim është i tillë që duhet të ketë edhe rolin monitorues dhe mbikëqyrës në lidhje me veprimtarinë e ekzekutivit. Kështu që do të shikojmë edhe implementimin jo vetëm direkt kësaj direktive, por të gjithë fushës së veprimtarisë së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Nuk mbet gjë tjetër vetëm t'ju falenderoj edhe një herë për raportin e shkëlqyer që na keni sjellur. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Vëngu, dhe pastaj në një moment të vendosim edhe kohën në dispozicion për disa komente nga zoti Lorkovski. Faleminderit kryetare. I nderuar ambasador, faleminderit shumë për pikat shumë të kthjellta dhe rekomandimet shumë të qarta. Diskutohet që pam të gjithë në metodologjinë tuaj të vlerësimit realitetin e integrimit rajonal në tregun e energjisë, pra Shqipëria ka bërë progres në këtë lëmë dhe kjo është evidente për sa i përket dhe qëndrueshmërisë së furnizimit, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, qoftë me vendet e tjera të rajonit, dhe investimet që do vijojnë në këtë drejtim. Energjia e rinovueshme, përmendët dhe ju, padyshim jo vetëm elementi hidro, po edhe projektet në zbatim për sa i përket energjisë diellore dhe erës në veri të vendit. Ambicia e lartë, siç e theksuat dhe ju për sa i përket energjisë së pastër, mbi mesataren e kërkuar nga sekretariati në këtë fazë, dhe seriozitet me eficiencën e energjisë, pasi kemi jo vetëm një kuadër regulator për këtë pjesë, po edhe iniciativa të erpasershme të qeverisë në këtë drejtim. Tani, pyetja ime ka të bëjë më shumë me ndërthurjen midis ritmit të reformave dhe elementit të kostos dhe të çmimit. Shqipëria e mbron konsumatorin me një çmim të rregulluar. Është një vendimarrje politike patjetër, por është një vendimarrje që ka treguar dobishmëri sociale dhe ka mundësuar dhe amortizimin e krizave ndërkombëtare në momente të caktuara. Ju si e shikoni, si e vlerësoni këtë raportin midis nevojës për të pasur një çmim që reflekton kostot dhe aty na çon paketa e antarësimit dhe paketa e reformave. Dhe nga ana tjetër, atë që përmendët dhe ju me të drejtë, nevojën për të pasur dhe një qasje sociale për të identifikuar vulnerabilitetet shoqërore për sa i përket elementit të kostës së energjisë. Dhe kjo më çon dhe ke pika e dytë, cila prej hallkave të zinxhirit qoftë administrativ, sepse një pjesë e mirë e zbatimit ka të bëjë edhe me raportin me pushtetin vendor, pra nuk është vetëm pushteti qendror ai që është përgjegjës gjithmonë për zbatimin për sa i përket këtyre elementeve. Dhe nga ana tjetër, në ambicien tonë për të pasur një industri kompetitive, për të pasur një bujqësi kompetitive, kosto e energjisë është një element shumë i rëndësishëm dhe është element, do të thoja, në kyç i konkurrueshmërisë së Shqipërisë sot. Në qoftë se mund të kishim disa reagime pra pikërisht midis patjetër nevojës për të pasur një ritëm reformash më dinamik dhe nga ana tjetër nevoja për të pasur kosto sociale sa më të ulët dhe konkurrueshmëri për sa i përket zinxhirit prodhimit dhe zinxhirit të eksportit. Ju falenderoj. Faleminderit, zoti Vëngu. Mund të marrim dhe disa komente tjera dhe t'i përmbledhim në fund? Okay. Zoti Nallbate. Faleminderit. Unë fakt do doja të cek edhe një element që zoti im që i e preku së fundi, por tashmë të formësuar në formën e një pyetje konkrete. Për sa i përket çështjes së dy generatorëve që qeveria ka marrë, qeveria shqiptare ka marrë
për të prodhuar energji elektrike, unë do doja të din kuadrat e detyrimeve që ka Shqipëria për të raportuar në sekretariat. A është sekretariati në DNI të kësaj vendimmarrje? Dhe një opinion tuajin për sa i përket kësaj çështje, jo më tepër për sa i përket pjesës procedurës apo çështjes kostove, të cilat kanë qenë të kontestuara mjaftueshëm nga opozita dhe besoj jo më kot, por të bazuara në fakte dhe prova, por për sa i përket më tepër çështjes teknike, le të themi, sepse po flasim për një teknologji të vjetëruar e cila jo vetëm nuk ecën në drejtimin e prodhimit të energjisë rinovueshme dhe të mbrojtjes mjedisit, por për 2 generatorë që jo vetëm nuk kanë punuar asnjë ditë dhe nuk kanë prodhuar as 1% të asaj për cilën ishin kontraktuar, ndërkohë që kostot i kanë pas tmerrsisht të larta për qytetarët shqiptar, por edhe përsa i përket aspektit mbrojtjes mjedisit dhe ndotjes që ato shkaktojnë mjedis, janë një lezez në këtë aspekt. A keni ju një koment, a jeni në DNI të kësaj vendimmarrje të qeverisë, a keni një koment në lidhje me këtë vendimmarrje? Faleminderit. Komenti i fundit nga zoti Muçi. Përshëndetje, ju falenderoj për prezantimin. Në fakt, edhe pyetja ime është në linjat e pyetjes që bëri kolegu Vengu sa e përket kostos që do të mbartin konsumatori shqiptar në familje, duke qenë se për hir të vërtetës edhe në tregun e Bashkimit Evropian ka dallime të theksuara, po themi, sa i përket kostos energjisë mes vendeve si Spanja për shembull, krahasimisht me Gjermaninë, dhe besoj se kjo bazohet ka të bëjë kryesisht me burimet energjetike që lidhen në rastin e Gjermanisë me gazin, ndërkohë që në Spanjë me energjinë e erës dhe energjinë diellore. Pra si do reflektohet kjo në Shqipëri në procesin e integrimit në tregun e përbashkët, edhe sa i përket faktit që aktualisht industria në Shqipëri në fakt ka pësuar rënje me 3% vitin 2025 krahasurisht me vitin e shkuar, por që në perspektivën e zhvillimit industrial të vendit, sipas mendimit tuaj, cila do ishte alternativa më efikase? A do ishte për shembull energjia e erës, që qeveria shqiptare thuaj se s'ka investuar fare? A do ishte energjia diellore, që kemi bërë hapa përpara, apo edhe energjia hidrike? Edhe në kontekstin e faktin që në Shqipëri energjia hidrike për mendimin tim nuk përdoren në mënyrë eficiente, sepse kemi shumë hidrocentrale të vogla me kapacitete shumë të vogla që nuk është se kontribuojnë në rrjetin e përgjithshëm dhe në nevojat e përgjithshme të shqiptarëve. Pra, faleminderit. Shumë faleminderit nderuar kolegë deputet. Fjala është për ju, zoti Lorkovsi. Faleminderit shumë, e nderuar kryetare, por gjithashtu të shpreh edhe mirënjohjen time për pyetjet që ju më bët dhe komentet që ju bët, sepse këto provojnë që energjia, agenda e energjisë në Shqipërisë është shumë e rëndësishme për diskutimin e brendshëm. Dhe kjo më bën mua shumë të lumtur, sepse kjo provon që puna jonë është relevante. Dëshiroj të filloj të përgjigjem këtyre pyetjeve në këtë mënyrë. Pra nuk po i hyj në mënyrë specifike sipas radhës që u pyetën. Pra Shqipëria është një vend në botë, është një vend klasik që ka energji, pra për ta balancuar energjinë, sigurimin e furnizimit me energji, me ofrueshmërinë që ka kjo energji dhe gjithashtu me konkurrueshmërinë në treg. Dhe kjo është një detyrë e qeverisë e cila duhet marrë të gjithë përgjegjësinë për sektorin e energjisë në vend, për të balancojë në mënyrën më të duhur të tre këto prioritete, për të treja këto
prioritetet të cilat mund të jenë, të cilat mund të stimulojnë secila njëra tjetrën, por gjithashtu të jenë edhe në kundërshtim me njëra tjetrën. Pra unë dëshiroj t'ju jap juve një shembull nga vendi im Polonia. Pra ne dëshiruam të investonim në furnizimin dhe infrastrukturën e gazit në mënyrë shumë të fuqishme, duke e bërë në mënyrë që ta bëshim Polonin të pavarur pastaj nga gazi rus. Pra ne investuam në terminalet e gazit me Norvegjin. Pra u rritën çmimet e gazit, por kjo na dha më shumë siguri në furnizim, pra siguri të cilën ne arritëm disa ditë para që Rusia të pushtonte Ukrainën. Pastaj ne patëm dilema, pra cili ishte objektivi më i rëndësishëm që duhet arrinte qeveria. Pra unë shpresoj që Shqipëria nuk është në një situatë kaq drastike apo dramatike, por megjithatë duhet të jetë e qartë për të gjithë që menaxhimi i kësaj trileme nëpërmjet konkurreshmërisë, sigurimit dhe mundësisë kërkon që të merren vendime të cilat janë të vështira, të cilat përfshinë arritjen e objektivave të tjera. Pra, ajo që unë shikoj në Shqipëri është që qeveria ka vendosur prioritetet në mënyrë të pa ekuivoke mbështetjen në ofrimit të energjisë. Për këtë arsye çmimi i elektricitetit nuk është rritur në Shqipëri në 2025, por është ulur, në qoftë se unë nuk jam gabim, është ulur me 10% në 2025. Pra kjo është mënyra se si qeveria dëshironte të mbronte klientët vulnerabël nga rritja e çmimeve dhe nga zhvillimet në këtë treg. Pra, ka gjithashtu edhe elementet të tjera përveç klientëve vulnerabël, por gjithashtu edhe për setupin e skemës së mbrojtjes së tyre, ose për ata të cilët mund të ekspozohen më shumë me rritjen e elektricitetit, çmimit e elektricitetit. Por të gjitha këto shkojnë, këto nuk janë pa kosto, sepse dikush duhet të paguajë për këto politika, pra dikush duhet. Por gjithashtu edhe ligji mbi çmimet e energjisë ndalon investimet në pajisje të reja. Prandaj është shumë e rëndësishme konkurenca. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të promovojmë hapjen e tregut, të ketë më shumë kompeticion në treg, më shumë treg duke mbështetur në kostot, në çmimet e kostove, për mbajtësit e transportuesit e energjisë, dhe më shumë integrim në mënyrë që edhe mjedisi të jetë i mbrojtur dhe të jetë më i pastër në këto investime të reja në sektorin e energjisë, investime të reja në njësitë e gjeneratorëve, të kapaciteteve, investimeve të reja në linjat e transmetimit, në linjat e shpërndarjes, këto investime të cilat janë të nevojshme për absorbimin e të rinovueshmeve, energjisë së gjelbër. Pra, duke pasur parasysh të gjitha këto aspekte, përsëri dëshiroj të theksoj që menaxhimi i këtyre trilemës, siguria, konkurreshmëria dhe ofrueshmëria, është kompetencë e qeverisë. Pra nuk është roli i sekretariatit në këtë rast për të dhënë këshilla në këtë drejtim. Roli i sekretariatit është që të sigurojë mënyrat e implementimit të strategjive të ndryshme, të cilat vendosen nga qeveria për implementimin e plotës, sepse qeveria është ajo që e di situatën dhe cilat janë prioritetet e vendit. Duke thënë këtë, ju falenderoj edhe një herë për mbështetjen, për punën që ju bëni
dhe ju shpreh edhe një herë gatishmërinë tonë për të vazhduar me dialogun me komitetin, me komisionin. Faleminderit shumë, edhe ne e konsiderojmë këtë si një ditë shumë të rëndësishme, e cila që duhet të vazhdojmë në takimin tjetër, javës që do jetë javës që vjen, dhe shpresojmë që dhe me raportin që do sjellin dy anëtarët e komitetit që do marrin pjesë, pra ne jemi duke parë përpara për diskutimet që kanë të bëjnë mbi ligjin e ri, të cilat do diskutohen në parlament dhe shpresoj që do vinë në fillim të qershorit. Pra gjatë qershorit ose mesi korrikut do kemi shumë diskutime në këtë fushë. Pra për këtë dua ti kujtoj kolegëve të këtij komisioni për rëndësinë e këtij procesi dhe siç e përmendët ju për të ndjekur me të dyja ministrit aktet nënligjore me të dyja ministrit. Pra ju përmendët në veçanti për Ministrinë e Mjedisit, pra ne kemi nevojë për nevojën tuaj për aktet nënligjore, sepse janë shumë të rëndësishme për integrim, për gjithë procesin e implementimit. Pra në rast se nuk ne është shumë e rëndësishme përfundimi i këtyre akteve ligjore, pra ju falenderoj të gjithëve. Shpresojmë që të kemi një diskutim të frytshëm në përgatitjen tonë si komitet në diskutimin për ligjin që do të vi në këtë komision në fillim të muajit qershor. Ditë të mbarë.